Policia e Shtetit në bashkëpunim me partnerët ndërkombëtar ka vijuar operacionin e përbashkët The Wanted për lokalizimin, arrestimin dhe ekstradimin e shtetasve të shpallur në kërkim ndërkombëtar. Në Gjermani u arrestua dhe u ekstradua në Shqipëri Daniel Lalaj, i cili ishte shpallur në kërkim nga GKKO. Ai akuzohet për kultivim të bimeve narkotike, pjesëmarrje në grup të strukturuar kriminal, si dhe kryerje të veprave penale nga organizata kriminale. Në Itali, në qytetin e Milanos, u arrestua dhe më pas u ekstradua drejt Shqipërisë Kledion Berberi. Sipas vendimit të gjykatës së Korçës, ai akuzohet për heqje të paligjshme të lirisë dhe kanosje për deklarime ose dëshmi të rreme. Në qershor të vitit 2024, ai dyshohet se në bashkëpunim me një shtetas tjetër ka rrëmbyer dhe ka dhunuar rënd një person. Policia e Shtetit njofton se operacionet për kapjen dhe ekstradimin e personave në kërkim vijojnë në bashkëpunim të ngushtë me agjencitë partnere.